sot jam në promovimin e një libri që më nëqyri shumë interesant, libri së të mos që po anë fshatat. Fshatat cilët pak janë duke humbë. Rëndësi ka të mos humbë s'pak në histori. Vërtet duket si diçka kontraverse, po e quaj kështu, se një historian, drejtor i arkivave të shtetit, gjetëlloj një nga historianët më të mirë, vetëm Mirditës, po sotme, dhe të bënë një monografi për fshatin e vetë Tarash. Në fakt, kjo është thelbi i qendrit një historian i mirë. Kështu që është një libër interesant, unë sa e kam marrë dhe e kalova thjesht horizontalisht me të lexuar, por tani po vazhdon promovimi këtu, dhe unë do ta ndjek dhe kjo përcjellje si një speciale shumë veçantë. Është thënë domosdoshmë që shpeshherë ustaj i mirë lanë punën e vet pa bërë. Dhe mendohen në fund, në fakt gjeta ka bëjë historinë e gjithë Shqipërisë, e tjetë Mirditës po, dhe tani vje puna me punën e vet, punë historike të fshatit vet. E ta ndjekim, do jetë event shumë i bukur. Autori ka ndërthurur me kujdes dëshmitë arkivore dhe analizën historike, duke sjellë pasqyrë të plotë të jetës, organizimit, hapësirave, figurave të shuara dhe trashëgimisë shpirtërore të këtë pisi. Me këtë frymë, ju ftoj të mirëpresin këtë vepër dhe autorin e saj, duke vlerësuar si një kontribut serioz në kujdesin historike dhe kulturore të krahinës sonë. Në duartërkitje për gjetë ndojnë. Ndjen shumë mirë dhe ndjen shumë i nderuar. Bashkë me ju besoj që këtu në ndërën me pjesëmarrjen Dom Gjergjmeta i Peshkvi, në ndërën Albert Mylyshi, kryetari i Bashkisë Mirdi, në ndërën miku im, besoj edhe i gjithë Mirditës tollën këtu, dhe Sel Lekaj, kryetari i Lëvizjes Deçani, nga Kosova ka. Tashi, unë kam derën të jap fjalën Dom Gjergjmetës, për të besoj do t'i thoj dy fjalë dhe ne me zje presim të dëgjojmë dy fjalë nga. Por ka tre nivele historia. Niveli parë është me një gjuhë histori, niveli dytë është me mësu histori, niveli tretë është me shkrujt histori. Ky niveli tretë do guxim. Gjeta ka këtë guxim. Libri ka rrugën e vetë. I dalë për hajër, ky libër. Gjetës, sikurse edhe libret e tjerë. Me u mbledh për rreth një libri, është bukur sepse mbledhemi për rreth një personi më shumë se sa për rreth një materie. Edhe kështu që i uroj që libri të ketë rrugtim të vetin, sidomos për tarashasit, por edhe për ata që kanë interes për në studiu historikun e kësaj treve, sikurse është Mirdita, edhe pse themi copa, sepse ka njerëz që kanë shkruajt për falin, ka njerëz që kanë shkruajt për kthellën, ka që kanë shkruajt për selitën, ka që kanë shkruajt për kaçinarin, secili pak ka shkruajt për atë pjesën e vetë. Shpresojmë që gjithë bashkë krijojmë një mozaik për të kuptuar dhe më mirë se cila është historia e Mirditës. Urime autorit, edhe kalofshim momente sa më të bukura gjithë bashkë. Dhe në këtë atmosferë, dua të ftoj në skenë kryetarin e bashkisë, zoti Albert Mylyshi, për të bërë përshëndetjen e tij dhe i cili më duhet të theksoj që ka mbështetur dhe këtë aktivitet. Brenda vitit po vjen me librin e dytë, në fakt, dhe libri i parë që ishim edhe këtu në Shan, ku e promovu për në Tiranë, që në fakt për përcjell lexuesit shkrime dhe libra me vlera të jashtëzakonshme historike, ku po pasqyrohet në vetvete jo vetëm historia e Mirditës, por historia e Shqipërisë, dhe kjo meriton një përgëzim të autorit për autorin, i cili ka lexu, ka shpletu arkiva, dorëshkrime, ka marrë dhe mbledh mendime dhe i përcjell këto tashmat e lexuesi nëpërmjet një vepre, një libri, siç është edhe ky sotmi. Tarazhi, absolutisht ne jemi vetëdijshëm mbi ato vlera që ka si zonë, si fshat, dhe kur përcjellim tash edhe mbetën të shkruar në libër, janë më të gdhendura dhe në formale dhe të sakta, kur nesër lexuesi do t'i kenë gatshëm për t'i gjetur në libër.
Unë e përgëzoj shumë autorin, e uroj në shkrimet e tjera, ku pse jo ashtu sikur e përmendi Don Gjergji që janë të shpërndar shkrimet e caktuara në për zona, e libra të caktuara në për zona, të kemi një të vetëm që i përmbledh gjithë dhe shkruhet saktë histori që i ka munguar dhe mungon në fakt lexuesit për trenën tonë për Mjedisën që është absolutisht një nga zona që ka bërë më shumë histori në Shqipëri. Shumë urim autorit dhe faleminderit për këtë angazhim tuaj. Autorët e ansamblit Lirdit Aldovik me koreografe Elida Marku le ta ndezin skenën. Më duhet të ftoj dy personalitete. I pari është inxhinier Dot Pietri dhe avokat Ndrej Molla për të folur rreth librit dhe i ftoj të ngjiten në skenë. E këndova librin e historianit autor Gjethtoj dhe paraprakisht them një urim të madh për të, sepse së pari më kujtoi sentencën e vjetër të filozofëve dhe pleqjve tanë që pa e ditur nga jemi nisur nuk e dim se ku do vemi. Që në fillesat e librit me 5 pjesë e ndarë në kapituj, pulson vitin 1672, ku i dërguari i posaçëm i papës Stefano Gaspari raporton se Kthella është një vend me 114 shtëpi dhe 915 banorë. Kthella e poshtë dhe Kthella e lart. Flitet për 3 bajrakte e Ohrit, dhe kjo jo se ishin nga Ohri, por ishin regjistruar në sanxhakun e Ohrit sipas tefterit turk. Si kundroj, nuk mund quhet Mirdita Lezhë, sa është përfshirë administrativisht në prefekturën e Lezhës. Autori flet shumë qartë për ardhjen nga Taragjati të vëllezërve Hulej, dhe vendosen në hijen e gurit Zi ose të Kish ose nga Mec. Autori duke perifrazuar burra nga ato anë nga flet se fjala ka Mec është fare shqip, si ka Meca, ka djem. Ekziston një variant tjetër një emërtimi kalimtar slav, si Kamjen, Kamen, Kames, që thot gur. Ashtu si lumi Zme, që thuhet Sme, nuk shter, dhe ka një variant slav, Smjeja, Gjarpër, apo Proseku, Prospekt, rrugë e gjërë midis një qyteti, që në fakt është Kazaqi. Vëllezërit themelues Tarazhit, sipas autorit janë Ndrej Huli dhe Gekuli, duke dhënë një pemë gjenealogjike të fisit Tarazhi. Menoj se vëllezërit themelues të vetë fshatit Malaj nga bobrimet e mia vinë nga Zev Dreni, me 3 djemtë e tij Pietri, Gjergji e Gjoni. Qendra e katunit e vjetra fare është Zdreja, pra e Zev Drenit. Dhe këtu ka një variant slav, Zadrej, si Zadrima, te Drejt. Në të këtë qendër janë dhe toponimet si Thana e Dot Drenit, Sheshi i Logut, Sheshi i Gjinaj, Proja Arsmollaj, shënoj nga studimi i veprës Famullia e Milotit e i mëzot Fraro Ilis, hasim në priftin mësues Dom Pren Logu, që shpesh në nëshkruan të Dom Pren Dreni.
Historia e këtij fisi është histori si gjithë fiset shqiptare të rezistencës, të luftrave, përpjekjeve kundër osmanëve, përpjekjeve për liri. Sigurisht se nuk ka shpëtuar si gjithë fiset e tjera edhe koha e komunizmit, për cilën ka pasur luftëtar kundër komunizmit, por edhe mbështetës të saj. Dhe kjo e bën këtë libër shumë kurioz për ta lexuar deri në fund, për të kuptuar domethënë sagën e gjithë secilit. Unë mendoj që nëse do të arrijmë të paraqesim një histori siç e ka paraqitur profesor Gjeta për fshatin e vet, kështu cop, siç e tha Dom Gjergjmeta, do të bëjmë historinë kombëtare. Kjo është historia kombëtare, por duke mos e glorifikuar, duke mos e fryrë, duke mos e lavdruar ashtu siç nuk e meriton, por duke sjell fakte historike për cilin është skrupuloz historiani tashma i mirënjohur Gjetndoj. Për masat e Shqipërisë, por edhe në rang kombëtar. Unë e kam përjetuar dhe ajo është Gjetndoj. Unë e kam përjetuar atë se e kam shoqëruar në të gjithë promovimit e librave që ka bërë, sidomos në librin e fundit që qeverisja e Shqipërisë nga viti 1939 deri në vitin 1944. Historia do guxim, Gjeta është guzimtar. Historia do të vërtetën, Gjeta thot vërtetën. Historia do dokumenta, Gjeta flet me dokumenta. Edhe pam se mas lufte u shfrytëzoi një situatë në Kosovë për shkak gjendjes keqe ekonomike, shkatërrimeve, pam se rryma të ndryshme fetare, kryesisht ato islamike dhe ortodokse serbe, po e damtojnë vendin, dhe jemi mbledhur një grup aty edhe kemi shprehur një pakënaqësi tonën, edhe kemi konsideruar islamin radikal të dëmshëm, po sa edhe invazionin serb në Kosovë. Ne kemi jetuar në drejtim se dinakria e synimeve lindore përmes përkrahjes slave ka qenë aq dinake në Kosovë, po flas për gjendjen ku ne jetojmë atje, sa ata ndërtuan një infrastrukturë aq të rrezikshme për kombin shqiptar, sidomos për ne në Kosovë, sa ashtu në heshtje, sa ne ishim para një kapitullimi të brendshëm. Për të mos u zgjatur shumë këtë drejtim, kjo do të ketë impakt të gjitha viset shqiptare, ka impakt edhe në Bashkimin Evropian. Kjo nismë është e jana, domethënë një nismë autoktone që nuk na ka detyruar kurkush, nuk na kanë detyruar as partitë politike, as domethënë në ideologji evropiane që po e përdor edhe këtë fjalë për shkak se ata kanë pas një interesim shumë të madh këtë drejtim, edhe është një imazh, ka filluar një imazh shumë pozitiv në Evropë, për shkak se edhe në Evropë ky radikalizëm është aq i madh, sa që ne është një fat i madh që kemi dalë që 2 vjet përpara se djata në Evropë të fillojmë me marr masa në këtë drejtim. E falenderoj edhe Gjetë Ndojnë, i cili ka pas interesim marrë, na ka vizituar. Gjithashtu ne ja kemi dhënë edhe fjalën, ky ka folë, domethënë në përvjetorat tonë, edhe në emrin e tij personal, në emrin e Mirditës, edhe në emrin e Shqipërisë në përgjithësi, edhe ne falenderojmë edhe Mirditën se ka rezistuar ndërshekuj invazioneve slave turke në përgjithësi. Për shembull, unë kam trajtuar jo vetëm betejë dhe luftëtarët që vinë, janë trajtuar, po disa janë veçuar, por kam trajtuar edhe në fushën e arsimit. Mirditë, arsimi ka qenë një fushë e cila voli një zhvillim. Aty, po kush janë ata? Protagonistë. Protagonistë kanë veçuar, natyrisht, njerëz të cilët kanë ndikuar jo vetëm për fisin, po ndërprimtarinë e tyre kanë dalë për tek fisit ata. Dhe i kanë dhënë gjithë mirëditë, Gjon Lërgjergji, Gjon Tarashi ka qenë përgjithësi i arsimit mas vrasjes në Rrethun Gjoks në 1946. Në vitin 49 Sauthi me Lu, ky qyteti këtu, nga Bardhubiba dhe pushteti i Kos, ai ka qenë përgjithësi i parë ndërtim. Ai është. E tjerë në fushat tjera. Komunizmi ka qenë një sistem antihuman, po njerëzit kanë jetuar. Shumë kanë shkuar në botë, shumë kanë jetuar. Këtu lufta për mbijetesë dhe gara, konkurrenca ka ekzistuar. Dhe unë jam mundu të pasqyroj pa doreza të gjitha ata që kanë qenë protagonistë të kohës. Çfarë kanë vendosur? Kanë vendosur si standard, duhet kishte qenë
në nivel, për shumë, në fushën ushtarake, do të ishte major e sipër, në fushën e drejtimit, administrimit të ekonomisë, do të ishte që minimalja drejtor i rrethit, ose i zgjedhur në kohën tonë. Po Nikol Gjon Gjeta dhe bitë e tij, bija e para, e bitë e tij, ylli e tjerë, Lek Nulla Shfroku, Lek Tarashi, me djalin Markun, i djalë Çapajër, ai mund të jetë, ato të tjerë si nuk e njoh, mund të jetë dhe më të mirë pa ata, e kam njohur dhe sa vot akoma, kanë ndihmuar Leonard Pash Ndreca, Denis Gjet Tarashi, Lesh Nikol Gjeta, Simon dhe Augustin Marku, Gjenarin Marku, Ermal Arapi, i cili e kam pas një djalë i talentuar që s'besoj se e njihni, punon e jeton në Tiranë, është nga djemtë më tafë që ka mirë vita në Tiranë, dhe me po për fat e kam pak kushëri edhe pak shok. Edhe më është gjendur në gjithë botimet, sa do modestisht e kam pas gjithmonë pranë. Kështu që deshta t'i falenderoj gjithë ju për pjesëmarrjen. Çlirimi nga ana ime se kisha këtë ankthim, pavarësisht se kush ishte indicia e parë që më ngacmoi për të bërë këtë libër, po kam një fakt çlirimi me besimin e plotë që ky libër do t'i shërbejë edhe më të pakënaqurve që mund të jetë. Do ta gjejnë veten, do të gjejnë të partë e tij, do të gjejnë bashkëmoshatarët e tij edhe fëmijët e tyre, fëmijët e tanë, të gjithë, do kenë mundësi, kenë një referencë për racën tonë, për sojnë tonë, ka kemi ardhur, si kemi ardhur, si jemi, rrugtimi historik, dhe mos gabojnë gjatë transformimeve që unë parë shikoj që transformimet do jenë, si që thash në fillim, drejt shuris identiteti, jo drejt asaj. Ju falenderoj shumë. Jam shumë e lumtur që isha pjesë e këtij promovimi të librit dhe këtë përballje të aktivitetit dua ta bëj me Benard Përdodën me këngën Gjua Shqipe, teksti Gjergj Fishta dhe muzika Angel Shaqshi. Le ta ndjekim.